ne jemi sot këtu për të shprehur shqetësimin ton të thellë për përkeqësimin e vazhdueshëm të kushteve të jetesës në Kosovë në kohën kur partia që ka dalë para nga zgjedhjet e fundit ka vendosur që ta mbajë të bllokuar Kuvendin e Kosovës dhe po ashtu po mban të uzurpuar pushtetin qeveritar pa asnjë vendim, pa asnjë aktivitet në të mirë të vendit. Ekonomia e Kosovës dhe qytetarët e saj sot po ballafaqohen me një rritje të shpejtë të çmimeve në produktet bazike. Deficiti tregtar i Kosovës po përkeqësohet, përderisa bizneset po goditen në rënd me masat për pengimin e tyre në furnizimin me energji në brendi të vendit. Pas një periudhe që dukej se rritja e madhe e çmimeve po ngadalsohej, tashmë jemi dëshmitar të një vale të re të inflacionit, e cila ka prekur produktet bazike, të cilat prekin çdo qytetar, çdo familje në Kosovë. Pra, ato çmimet e larta, të cilat ishin bërë të papërballueshme për familjet kosovare, tani po rriten edhe më tepër. Po rriten madje me një ritëm të përshpejtuar. Kjo valë e re inflacionit tani nuk ka të bëjë më vetëm me çmimet e importit, por është pasojë e drejtë për drejtë e vendimit të papërgjegjshëm për rritjen e mëtejme të çmimit të energjisë elektrike edhe për 16% mbi atë rritjen enorme që kishte ndodhur gjatë 2 viteve të kaluar. Të dhënat e muajit prill tregojnë për një rritje dyshifrore të çmimeve të produkteve bazike. Çmimet e produkteve siç janë mishi, vajrat, yndyrat, pemët, kafja e çaji janë rritur për 10 deri në 16.4% në periudhën e fundit. Me këtë rritje të çmimeve, jeta e çdo qytetari në Kosovë po bëhet çdo ditë më tepër e papërballueshme. Por kjo situatë rrezikon të përkeqësohet edhe më tutje kur kem parasysh vendimin për nxjerrjen në treg të hapur të furnizimit me energji të kompanive kosovare pa asnjë masë përgatitore, pa plotësuar asnjë kusht për furnizimin e tyre me energji. Pra kjo rritje e çmimeve mund të përkeqësohet edhe më tutje, përderisa në anën tjetër të hyrat e familjeve kosovare po mbeten të pandryshuara. Të hyrat e punëtorëve, pensionistëve, përfituesve të kategorive tjera sociale kanë mbetur atje ku kanë qenë, përderisa çmimet po vazhdojnë të rriten. Dhe në këtë mënyrë, jeta në Kosovë çdo ditë më tepër po bëhet më e papërballueshme. Në tërë këtë situatë sfiduese për qytetarët, kur kemi nevojë që të merren vendime politika për ta lehtësuar jetën e qytetarëve, Albin Kurti nuk sheh urgjencë për të zhbllokuar institucionet e vendit. Nuk sheh urgjencë për shkak se ai nuk ballafaqohet me faturat e papaguara, por as me vendimet e vështira të familjeve kosovare se ka t'i shpërndajnë ato të hyra të pakta deri në fund të muajit. Krahas rritjes së çmimeve, ekonomia e Kosovës po vazhdon të ballafaqohet edhe me përkeqësim të mëtejmë të deficitit tregtar si pasojë e rënies së eksporteve dhe rritjes së importit. Vetëm në 3 muajt e parë të vitit, deficiti tregtar i Kosovës ka arritur në 1.4 miliardë euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 21%. Ky pozicion i pafavorshëm tregtar pritet të përkeqësohet edhe më tutje si pasojë e represionit që kjo qeveri po ushtron ndaj bizneseve, sidomos tani me pengimin e furnizimit me energji në tregun e brendshëm. Vendimi për nxjerr bizneset në tregun e hapur të furnizimit me energji, pa asnjë masë përgatitore dhe pa u siguruar se do të ketë konkurrencë të mirëfillt të furnizuesve të energjisë në këtë treg, pritet të rrisë me rreth 260% shpenzimet e furnizimit me energji elektrike për bizneset që kanë mbi 50 punëtor apo që kanë qarkullim vjetor prej mbi 10 milion euro. Një shtrejtim kaq i madh i faturës së energjisë elektrike
për një pjesë të bizneseve mund të nënkuptoj mbyllje, ndërsa për një pjesë tjetër goditje të rëndë në pozicionin e tyre konkurrues në tregun ndërkombëtar. Si pasojë e kësaj, eksportet e Kosovës do të shtrejtohen tutje dhe rrjedhimisht do të bëhen edhe më të pakta se që janë aktualisht. Më pak eksporte nga kompanitë kosovare do të thotë më pak vende pune në Kosovë, më pak të ardhura për familjet kosovare dhe më pak tatime të paguara për buxhetin e shtetit. Me një fjalë, kjo qeveri po godet të rënd sektorin privat dhe me këtë po shkatron shtyllën më të rëndësishme të gjenerimit të vendeve të punës dhe të hyrave për familjet kosovare. Sidoqoftë, Albin Kurti nuk ka ndjeshmëri as ndaj këtij kërcënimi serioz për ekonominë e vendit. Prandaj edhe nuk sheh urgjencë ta zhbllokojë kuvendin dhe të hapë rrugën për formimin e qeverisë. Nuk sheh urgjencë sepse nuk i ka parasysh qytetarët e vendit e as nevojat e sfidat me të cilët ata ballafaqohen, por ka parasysh vetëm pushtetin, cilin po e kërkon me çdo kusht. Të nderuar qytetarë, Partia Demokratike e Kosovës nuk e pranon këtë gjendje si normale. Çdo ditë shtesë e kësaj bllokade po rëndon mbi të tashmen dhe të ardhmen e shtetit Kosovës dhe mbi cilësinë e jetës së çdo familje në Kosovë. Prandaj, edhe sot, ne i bëjmë thirrje partisë që ka dalë para nga zgjedhjet e fundit, që të marrë përgjegjësinë që i takon, për ta zhbllokuar konstituimin e kuvendit dhe t'i hapë rrugë formimit të një qeverie të përgjegjshme, e cila në radhë të parë ka interesin e qytetarëve dhe do të veprojë shpejt për të përmirësuar jetën e qytetarëve të Kosovës. Qëndrimet e PDK-s tashmë dihen, janë shprehur në vazhdimsi, PDK-ja që nga përfundimi i zgjedhjeve ka vepruar me konstruktivitetin më të lartë në çdo aspekt për zhbllokimin e kuvendit Kosovës, duke marrë iniciativë edhe për të përbashkuar partitë opozitare, por edhe duke i lehtësuar partisë që ka dalë para në zgjedhje ta zgjedhë kryetarin e kuvendit me kusht që të vendoset një kandidat që nuk ka qenë në qeverinë e fundit, e cila është përgjegjëse për degradimin e madh që ka ndodhur Kosovës dhe në këtë mënyrë ka ofruar opsionin për të dalë nga kjo situatë. Siç dihet, kjo situatë ku jemi është situatë e karakterit politik dhe kërkohet zgjidhje politike për këtë situatë, për cilën PDK ka qenë e hapur që nga fillimi, mirë po me këtë sjellje të papërgjeshme të partisë e cila ka dalë para, e cila ka kontrollin mbi zgjidhjen e kësaj situate, nuk kem ndonjë opsion tjetër në dispozicion për të zgjidhur këtë çështje.